Dashi. Sot do shfaq një bujarje dhe sjellje të ëmbël që do ju ndihmojnë të zgjidhni çështjet e mbetura apezull në fusha të ndryshme të jetës. Nëse jeni në një marrëdhënie, komunikimi i drejtë për drejtë dhe mirëkuptues do të krijojë çaste të paharrueshme bashkë, duke forcuar lidhjen në mënyrë të qartë. Ju beqarët më në fund do zbuloni fuqinë e magnetizmit tuaj. Sharmi personal do të tërheqë personin e duhur dhe do hidhni hapat e parë drejt një historie dashurie që premton të jetë harmonike. Në punë, përkushtimi dhe bashkëpunimi në grup do ju çojnë të sukseset e synuara. Megjithatë, për financat kërkohet kujdes maksimal. Shmangni lojrat e fatit për të mbajtur bilancin nën kontroll. Demi. Në ndikimin e fuqishëm të Mërkurit, sot do dëshironi që çdo gjë të ecë në përputhje me planet tuaja, dhe mungesa e saktësisë mund t'ju pengojë nervat. Nëse jeni në një marrëdhënie, do ndiheni të mbështetur dhe sensual, pasi bashkëpunimi i mirë me partnerin sjell momente të këndshme. Keni parasysh të mos kërkoni pafundësisht nga ai që keni në krah, sepse pritshmëritë e larta mund të krijojnë tension. Ju beqarët do përballeni me një propozim befasues nga dikush që meriton vëmendjen tuaj. Mendoni mirë para se të refuzoni, pasi ai mund të jetë njeriu i duhur. Në punë, hapësira për inovacion dhe modernizim të metodave tuaja do sjellë rezultate të shkëlqyera. Megjithatë, financat mbeten të dobëta, prandaj planifikoni çdo shpenzim. Binjakët. Sot do mësoni të menaxhoni emocionet dhe të ruani një komunikim të ngrohtë me të gjithë, duke kombinuar ëmbëlsi dhe pasion në marrëdhëniet tuaja. Në çift, asgjë nuk do ju ndalojë të përjetoni momente mbretëlënëse me partnerin dhe do kaloni çaste të thella dashurie. Ju beqarët mund të bëni çmenduri të vogla në kërkim të personit ideal, përgatituni për një ditë plot hare dhe takime të papritura. Në punë, hapësira për të qenë më të hapur ndaj ideve të reja do ju ndihmojë të përparoni, ndërsa planetet do ju mbështesin në zgjidhjen e sfidave profesionale, edhe nëse jemi në kërkim të një pozicioni të ri. Financat, megjithatë, nuk do jenë të kënaqshme. Kohët e fundit keni investuar shumë për kënaqësi personale, prandaj riktheni strategjinë sa pa qenë vonë. Gafoja. Sot këshillohet t'i ruani fjalët për momentin e duhur. Dëgjoni me vëmendje përpara se të flisni dhe reflektoni çdo mendim që do ndajmë me të tjerët. Nëse keni një lidhje, një hap mbrapa nga intimiteti mund të shmangë debatet e panevojshme. Disa distancime të vogla shpërqendrojnë tensionin. Ju beqarët do keni rastin të një ditë interesant, ndaj përgatituni në aspektin mendor. Në punë, bashkëpunimi me ekipin dhe reflektimi mbi çdo detyrë do sigurojnë që gjithçka të ecë pa probleme. Për ekonomistët dhe tregtarët, kjo ditë premton fat të madh dhe një udhëtim i shkurtër mund të çojë në realizimin e një projekti të rëndësishëm. Në planin financiar, mund të përfitoni nga një trashëgimi ose ndihmë e papritur. Luani. Gjatë kësaj dite, reflektoni më gjatë para se të braktisni zakonet e vjetra. Shumë shpejt do zbuloni përmirësime të dukshme. Në çift, mos hidhni hapa të nxituara, edhe nëse propozimet e partnerit ju duken tërheqëse. Dashuria më e thellë kërkon kohë. Kujdesuni edhe për familjarët, sepse mbështetja e tyre sjell ekuilibër në jetën sentimentale. Ju beqarët do kërkoni dashurinë kudo, por ende nuk do gjeni atë që dëshironi. Duroni pak më shumë. Në punë, mos toleroni sjelljet që nuk përputhen me vlerat tuaja. Shqetësimet duhet t'i bëni të ditura për ata përgjegjës. Financat kërkojnë vëmendje të vazhdueshme. Çdo gabim i vogël mund t'ju kushtojë shtrenjtë, prandaj planifikoni çdo shpenzim. Virgjëresha. Gjatë se sot mes të tregojeni jashtëzakonisht të butë dhe të gatshëm të plotësoni dëshirat e atyre që doni, duke krijuar një atmosferë qetësie absolute. Në çift, prisni mbështetjen e të afërmve për të ruajtur marrëdhënien të qëndrueshme. Shpirti i qetë sjell harmoni. Ju beqarët nuk do kërkoni angazhime të reja, sepse ndjeni se ka kohë për çdo gjë dhe sot nuk është momenti për të hidhur hapa, përqendrohuni te qetësia personale. Në punë, asgjë nuk do dalë jashtë rutinës suaj të zakonshme. Vazhdoni projektet e nisura pa u shqetësuar. Financat menaxhojini sipas nevojave reale dhe shmangni çdo shpenzim impulsiv. E ardhmja duket më e ndriçuar me planifikim. Dëshorja. Sot do kërkoni intensitet në përjetimin dhe nuk do preferoni një ditë të qetë. Guximi progresiv do ju ndihmojë të përballeni me çdo sfidë. Në çift, qëndroni me këmbë në tokë, bëni diçka interesante, por mos lejoni shkëlqimin e fillimit të verbrojë gjykimin për partnerin që keni pranë, në mënyrë që të shmangni zhgënjimet e mëvonshme. Ju beqarët që dëshironi të krijoni një lidhje të re, njihuni më parë me kujdes me njerëzit që takoni, më pas hidhni hapa. Në punë, disa pengesa të vogla do shfaqen, por aftësia juaj për t'i zgjidhur me shpejtësi do marrë vlerësime.
Në fushën financiare, keni kurajin të riktheni gjërat në rrugën e duhur dhe pasdite do nisni një projekt që mund të përmirësojë dukshëm bilancin tuaj. Akrepi. Sot do ndërroni një ditë intensive dhe të mbushur me risi, pa shumë kohë të lirë për pushim. Disa zgjedhje janë të domosdoshme për të kaluar në hapin e ardhshëm. Në çift, projekti i përbashkët me partnerin mund të ndryshojë rëndësisht dinamikën tuaj dhe do sjellë gëzim të vërtetë. Ju beqarët do keni fat në dashuri, magnetizmi juaj natyror do të tërheqë personat e duhur, ndaj shfrytëzojeni energjinë pozitive. Në punë, planet për të ardhmen kanë mundësi të mira realizimi. Mendimin e kolegëve mund të konkretizoni idetë më ambicioze dhe gëzimi do pushtojë shpirtin. Financat janë në gjendje të mirë, keni mësuar nga gabimet e mëparshme dhe tani dini si të veproni në çdo moment. Shigjetari. Sot duhet të lironi vetes hapësirë për eksperimente të reja, sepse një pamje ndryshe do ju bëjë të adhuroheni më shumë nga të tjerët. Ju të dashuruarit do preferoni kënaqësitë e çastit më shumë se stabilitetin e lidhjes. Kjo qasje mund t'ju kënaqë për një ditë, por kujdes mos e humbni vizionin afatgjell. Ju beqarët do njihni dikë interesant që do rrisë rrahjet e zemrës. Mos e merrni vendimin e rëndësishëm menjëherë, por reflektoni mbi ndjenjat. Në punë, orarit të ngjeshur do ja dini mban pa marrje mendsh, edhe pse nuk do merrni pikë çmimesh, shihni përpara dhe mos prisni djersim publik. Plutoni do ndikojë pozitivisht financat, duke ju inkurajuar të merrni ndonjë rrezik të vogël për të zgjeruar mundësitë tuaja. Briçapi. Marsi do ju bëjë më energjik, por në disa çaste do përballeni me dyshime për aftësitë tuaja. Mos lejoni që ato t'ju frenojnë. Në çift, partneri mund t'ju bëjë një propozim befasues. Mendojini mirë opsionet para se të përgjigjeni, sepse çdo hap ka ndikim të madh në të ardhmen. Ju beqarët nuk do përjetoni ngjarje të jashtëzakonshme, por vizita e një familjari të vjetër do ju kthejë në kujtime të bukura dhe do ju frymëzojë për të ndjekur ëndrat tuaja. Në punë, analizoni rreziqet para se të merrni vendime të rëndësishme dhe pranoni këshillat, por bëni si mendoni vetë. Buxheti nuk është në kulm, por mbështetja familjare do ju lehtësojë dhe në mbrëmje do ndiheni më të qetë. Ujori. Hëna dhe urani do ju japin dinamik dhe të rrisin sigurinë në vetvete. S'ka sfidë që t'ju ndalë në veprim. Në çift do bëni gjeste të veçanta për partnerin, i cili do ndihet i vlerësuar dhe i dashur. Ju beqarat mos nxitohuni. Merrni kohë për të reflektuar mbi të ardhmen dhe për të zgjedhur me kujdes personin që dëshironi pranë. Në punë, energjia e lartë do ju ndihmojë të përballeni me prioritetet në mënyrë strategjike, por filloni me detyrat më të rëndësishme dhe më pas kaloni tek të tjerat. Në aspektin financiar do bëni gabime impulsive nëse nuk shtrëngoni rripin tani. Vendosni rregulla strikte për të shmangur pasojat e vështira në të ardhmen. Peshqit. Sot do tregoni kujdes ndaj vetes dhe do fokusoheni te detajet që shpesh i ignoroni. Kjo vetdije do ju ndihmojë të përmirësoni jetën e përditshme. Në çift do jeni më analitik dhe do diskutoni hapur për çdo çështje të pasgjidhur për të vendosur disa pika mbi i, duke krijuar qartësi dhe paqe. Ju beqarët do shfaqni aspirata të larta dhe nuk do vlerësoni personat që ju joshin pa vend. Keni parasysh se e nesërmja mund të jetë më sfiduese në dashuri. Në punë, aftësia për analizë dhe koncentrim do ju lejojë të hidhni hapat e duhur, nuk do bëni gabime dhe puna do ecë mirë. Buxheti do jetë goxha i mirë, por duhet të jeni të kujdesshëm me çdo shpenzim impulsiv që mund ta prishë ndjeshëm bilancin.